Prej të martës, vendi është përfshirë nga rishje të dendura shiu dhe stuhi dhe do të vazhdojnë deri ditën e shtunë. Pothuajse gjithë territori shqiptar, për gjatë gjithë episodi, her pas here do të ketë prezente rrebeshjet me intensitet të larta, jo vetëm në zonat perëndimore, por pothuajse në gjithë territorin shqiptar do t'i kemi her pas here rrebeshjet e shiut. Dhe në momentet të cilat ne do t'i kemi prezente këto rrebeshje, sigurisht që do të sjellim problematika të ndryshme, si përsa i përket përmbytjeve në qytete, por po ashtu edhe në zonat malore her pas here do të ketë shkarje të masiveve të verut, kështu që do të jetë një javë e cila do të jetë problematike. Sinoptikani Hakil Osmani nga Meteoalb, në një prononcim për Ora News, pohoi situatën e rënduar nga rreshjet e shumta të shiut në disa qytete të vendit, përfshirë edhe kryeqytetin. Sigurisht shtohet rreziku për sa i përket përmbytjeve pasi rreshjet do të jenë të konsiderueshme në qarkun e Vlorës. Por jo vetëm Vlora, po ashtu Durrësi, zonat periferiore duke përfshirë edhe Shkodrën, Lezhën, sigurisht do të kenë her pas here përmbytje, vërshime të ujit në porrug pasi rreshjet të cilat do të jenë me intensitete mesatare dhe lokalisht të larta do të mundësojnë për këto zona të kemi prezente përmbytjet lokale. Por jo vetëm këto zona, sigurisht edhe lagje të ndryshme në kryeqytet do të ekzistojë mundësia për vëshime të përkohshme. Sipas Osmanit, në zonat më malore, rikthehet dëbora dhe ngricat. Temperaturat do të pësojnë ulje të ndjeshme për gjatë gjithë javës. Ditën e sotme maksimumi mbeten rreth vlerës 21 gradë Celsius, por duke filluar nga dita e nesërme dhe në vim, do të kemi rënje graduale të temperaturave të ajrit, duke bërë që për gjatë fundjavës ka sinjale që të kemi një rënje më të ndjeshme të temperaturave të ajrit, duke bërë që në qytetet e zonave malore të kemi temperatura të cilat janë 0 apo -1 gradë Celsius, dhe ka sinjale që për gjatë ditës së diel të kemi dhe prezente dhe rishfaqjen e rreshjeve të dëborës kryesisht në verilinjet të territorit shqiptar. Institucionet në vend paralajmërojnë qytetarët që të bëjnë kujdes.